Mbledhja radhës e Këshillit Bashkiak të Kurbinit e planifikuar të zhvillohej të premten e 30 janarit ka dështuar. Shkak është bërë mosardhja e korumit për shkak të mungesës së këshilltarëve të mazhorancës. Përfaqësuesit e opozitës e konsiderojnë këtë mënyrë funksionimi të papranueshëm, pasi në rendin e ditës ishte parashikuar edhe miratimi ndihmës ekonomike, çka sipas opozitës e bën situatën edhe më shqetësuese. Nuk erdhën mjaftueshëm antarët e Këshillit, edhe kështu që edhe ne të djathët të opozitës u detyruam dalim jashtë. Na lënë ne djathëve që ta plotësojmë kuromin, edhe të bëna vegël e tyne që të votojmë çfarë duan ata. Tashi na kanë shtyr për me datën 3 shkurt tani. Për pak ditë. Edhe djetë më thonë si dhe herë tjera na kanë përdorë, po më të shi çdo gjë ka një fond. Edhe djetë doshin që të na përdorin ne, që të krijojmë korumin me antarët e Këshillit opozitar, krijonin korumin. Në atë moment që korumin ne e prishnim, domethënë, ne dolim me braktisëm. Edhe nuk ishte thjesht për këtë mungesë korumi. Kjo, domethënë, ky Këshill Bashkiak duhet bojkotuar në Shqipërinë. Procedura është përkrahje sociale, pa të më thonë të drejtën në dhimbje të shpirtit, se do ato, por do ajo do shtyhet, do ja gjejmë momentin që edhe ta miratojmë, se për 2 ditë sa ti gjatë gjanë, se nuk është sa ti u shpëtoi jetën se 20.000 lekë vjetra janë. Nuk është ato vdishin për ato 20.000 lekë. Ka u shpjeguar arsyeja mungesës? Pa nuk shpjegohet se këto e bëjnë gjithë ato të shi duan me fshet dhe veten se janë e kuptojnë dhe ato janë bërë fasade e vjedhjeve dhe ashtu. Unë do ta braktis çdo ditë, çdo minutë këtë lloj farsi si bën këta. Nuk mund të bëjmë fasade këtyre. Unë them që nuk po na ndjekin domethënë edhe opozitarë që janë tamam opozitarë që kanë dalë me votat e opozitës, nuk na ndjekin. Gjën mënyrën që nuk vinë atë ditë që për shembull ashtu nuk vinë. Edhe më thonë të drejtën, këto të marrë edhe partitë që i kanë propozuar duhet marrin masën dhe këtyre antarëve të Këshillit Bashkiak që nuk i shërbejnë opozitës. Teksa mbledhja radhës së Këshillit Bashkiak të Kurbinit është planifikuar më 3 shkurt. Opozita paralajmëron se do të vijojë të braktisë mbledhjet, nëse kjo situatë do të vijojë.